Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Falenderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm për t'i falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të ngrohta i dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata cilët e pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra. Allahu subhanahu wa taala prej fillimit të kësaj sure deri në mbarim, sikur që tham, sjell argumente të ndryshme për t'ju oprish, për t'ju rëmby, për t'ju shkatru adhurimet ata që adhuronin përveç Allahut subhanahu wa taala, duke sjell argumente të qarta, po megjithatë ata ja kthenin shpinën Allahut dhe argumenteve dhe pejgamberit tyne Muhammedit alayhi salatu wasalam. Allahu xhalla xhelalu në fillim të surës Al-An'am fillon me falënderim. Alhamdulillah. Allah e falenderon vetën e vetë, sepse falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Suret me të cilat fillojnë me Alhamdulillah, sikur surat al-Fatiha dhe disa sure tjera, kanë të bëjnë me tauhidin edhe me cilësitë dhe me sifatet e Allahut azza wa jalla, që nuk ka kush i përngjajnë cilësive dhe sifateve të Allahut subhanahu wa taala. Alhamdulillahi alladhi ayati par, alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qoftë i lartësuar Allahu subhanahu wa taala. Falënderimit qofshin për Allahun xhalleshanu xhallal xhelalu, për të cilin krijoi qiejt dhe tokat dhe ju dha errësirë dhe dritë. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, por ata prap nuk e besojnë Allahun azza wa jall, i bënën shirk Allahut subhanahu wa taala. Allah ka kriju tokat edhe qiejt. Kush përveç tij mundet me kriju tokat edhe qiejt? E boni natën, e boni ditën. Allahu subhanahu wa taala. Në ajetin e dytë thot Allahu xhalleshanu xhallal xhelaluhu, huwa alladhi khalaqakum min tinin. O ju që pi boni shirk Zotit, Allahu juve ju ka kriju nga dheu. Thumma qada ajalan wa ajalun musamma, pasi Allahu azza wa jall ka vendos për ju vdekjen, edhe ju nuk e dini se kur vjen vdekja. Walladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamma indah. Kush nuk e din vdekja kur vjen. As putat e juj nuk kallëzojnë. Kush nuk e din vdekja kur vjen. Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Thumma antum tamtarun, ju përsëri po dyshoni në atë çfarë ja kemi shpallur Muhammedit alayhi salatu wasalam. Ajeti 3 vazhdon, thot Allahu subhanahu wa taala, huwa alladhi fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet në qiell dhe në tokë, dhe ai din ju çka shifni edhe çfarë tregoni, wa ya'lamu ma taksibun, edhe çfarë veproni, çfarë punoni. Allahu subhanahu wa taala i din shumë mirë punët e juaja. Qofshin ato të mëdha apo të vogla, apo të mshefta, apo të dukshme, i din Allahu xhalleshanu xhallal xhelalu. Vazhdon Allahu subhanahu wa taala në ajetin e 4, thot wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wa kanu anha mu'ridin. Subhanallah. Allahu po i sjell argumente, po i sjell fakte. Ata megjithatë s'po dojnë me besu. Ata nuk po dojnë me besu, po ja kthejnë shpinën argumenteve të Allahut xhalleshanu wa xhalla xhelalu. Vazhdojnë ajetet në këtë sure, thot Allahu në ajetin 7, walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Subhanallah. Edhe sikur o Muhammed të zbritim atyre librin të shkruar në letër, e ata mushrikinët ta preken me duart e tyre letrën. S'ka pas letër. Kanë shkrujt në për likurat kafshve. Allah thot, sikur t'ja u zbritim atyre, do më thonë, një libër
e të shkruar me këto argumentet në letër edhe sikur ata letrën ta kishin prek. Megjithatë, ata kishin me thënë inna hadha illa sihr mubin, kjo s'është gjë vetëm magji. Më thonë ka bu magji Muhamedi alayhi salatu wasalam. S'kishin me besu. Vazhdojnë ajeti 8 thot Allahu subhanahu wa taala wa qalu laula unzila alayhi malak. Ata i thanë Muhamedit alayhi salam, thyti Zotit ne ta zbret një melaçe prej qiellit me vërtetu pejgamberllokun ton. Atëherë na ty të besojmë. Allahu çka i tha Muhamedit alayhi salam, thuaj atyre walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun. Na nuk zbresim melaçe vetëm për dënim. Me zbrit melaçe ka me zbrit vetëm u ju dënu për kundërshtimin që pe e boni. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan. Sukur mu ju zbrit ju e melaçe, pejgamber, melaçe, mu ju kallëzo argumentet tona, ju s'kishit me mujt mu ballafaqu, s'kishit me mujt me i pranu argumentet nga melaçet, kishin me thonë na s'po mujm me melaçen me debatu sepse nuk është sikur ne që jemi njerëz. Atëherë Allah i tha, po edhe sikur melaçen me bon fort njeriu, ju përsëri kishin me thonë ky është njeri, s'është melaçe. Kështu që kishin me vazhduar vazhdimisht me polemizu dhe me fol gjëra prej kujtjeve tyne dhe prej dalaleteve të tyne, duke polemizu apo duke filozofu drejt Allahut dhe drejt pejgamberit Muhammedit alayhi salatu wasalam. Vazhdon ajeti 10. Allahu subhanahu wa taala i tha Muhammedit alayhi salatu wasalam ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذي سحروا به منهم ما كانوا يستهزئون. O Muhammed, Allahu i thot Muhammedit alayhi salam, mos u çudit këta pse nuk po besojnë. Kështu edhe popujt para tyne nuk kanë besu, por na i dënum. Por na i dënum për shkak mosbesimit, për shkak mendje madhësisë, ata që e bënën karshi ligjit ton, karshi rregullave tona, karshi fuqisë ton dhe kështu me radhë. Tani Allahu subhanahu wa taala pe i drejtohet mushrikinëve. Pas shumë argumenteve, pas shumë dyshimeve ata që i kanë, argumente pas argumente, ajete pas ajete që pejgamberi alayhi salatu wasalam po debaton me ta, ata megjithatë s'po dojnë me besu. Prapse po them na i kemi zotat tona, të cilët neve na kanë lënë gjyshrit tanë, të gjyshrit tanë. Muhamedi alayhi salatu wasalam, pi thot Allahu xhele xhelalu Muhamedit alayhi salam, thuju tash atyre. Në ajeti 21, wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladhina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum taz'umun. Atë ditë kur Allahu po thot kena më mbledh gjithëve. Keni më dalë këtë para meje. Këtë keni më dalë para meje. Domethënë Allahu azza wa jalla këtu ta ju fol për ringjalljen. Po megjithatë ata s'po dojnë me besu ringjalljen. S'po dojnë me besu që kanë me vdek. Allahu po thot, wa yawma nahshurum jami'an. Atë ditë kur do t'i mbledhim të gjithë së bashku. Kena më ju thonë mushrikinëve, politeistëve që adhuruan përveç Allahut subhanahu wa taala, ku i keni zotat e juja tash më ju shpëtu juve nga zjarmi i xhenemit? Ju më keni bë mushrik? Nuk më besojshit. Ku i keni tash zotat e juja? Ju kanë lënë vetë, ata kanë ikë. Allahu po tregon se çfarë ka më ndodhur me politeistët, me mushrikinët nesër ditën e Kiametit. Kanë më thonë, wallahi rabbina ma kunna mushrikin. Betohemi në Allah. Tash po betohen në Allahun subhanahu wa taala. Po betohem ty o Allah, na s'kemi bë ty shirk. Po i gënjejn Allahun, po rrejn Allahun subhanahu wa taala. Allahu po thot tash po thuni, tash po betoni tek unë se kur ishit në dynja nuk u betuat në mua, po u betuat në zotat e juaja, në statujat e juaja, në bagëtit e juaj. Të nderuar shikues, idhujtarët e kanë pas si zakon mos me besu, me dyshu, dhe këto dyshimet mjegjut edhe muslimanve, edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam, edhe me i penguan këtë drejtim që ata besonin vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Allahu subhanahu wa taala tha Muhamedit alayhi salam, o Muhammed, qul, thuaj ju atyre. O Muhammed, thuaj mushrikinëve. Qul ara'aytukum in ataakum adhab Allahi. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين.
Allahu subhanahu wa taala i thotë thuaj Muhammed, tregoni sikur ti u vinte dënimin nga Allahu subhanahu wa taala, ose sikur të Allahu ta bëj kiametin. Thot tregoni drejt. Tregoni drejt ju mushrikin. Sikur Allahu me bë kiametin, sikur Allahu me çoni dënim, ku na kishit më ju drejtu? Ku na kishit më ju drejtu? Patjetër se kishit më ju drejtu Allahut xhalla shanu wa xhalla jalaluhu, bel iyyahu tad'un. Allahut keni më ju drejtu. Sepse kjo është natyrshmëri më ju drejtu vetëm Allahut subhanahu wa taala, fa yakshifu ma tad'un ilayhi in sha wa tansawna ma tushrikun. Përkundrazi, ju Allahut do t'ju drejtoni dhe do t'i harroni zotat e juaj që kur ishit në dynja i adhuruat. Kur vjen kjo probleme, kjo telashe, kur vjen dita e kiametit, kur vjen doni ndënim, i harroni, i drejtoni Allahut subhanahu wa taala, dhe kjo është realitet. Edhe kjo është realitet, shikues, vëllezër dhe motra. Njeriu kur është në rahati, adhuron dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po dhe kur është në vështirësi, adhuron dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Do të pejgamberi alayhi salatu wasalam ta'arraf ila Allah fi ar-raha, yarifka Allahu fi shidda. Një Allahu kur në rahati, Allahu ka me të njoft edhe ka me intervenu për ty edhe kur je në vështirësi. Vazhdojnë ajetet të nderuar vëllezër, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam po i dëtot mushrikinëve, duke i thonë atyre: "Qul inni nuhitu an a'budu Allah, qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah." Un jam indaluar të adhuroj ato ju çfarë adhuroni përveç Allahut subhanahu wa taala. "Qul la attabi'u ahwa'akum", un nuk e pasoj, nuk e ndjeki epshet e juaja, nuk i ndjeki dëshirat e juaja. "Wa qad dalaltum idhan wa ma ana min al-muhtadin", ju vetëm e keni humbur rrugën. Atëherë ju jeni të qartë në humbje. "Wa qad dalaltum idhan wa ma ana min al-muhtadin", se unë sikur ty kisha ndjek juve dëshirat e juaja edhe kujtet e juaja, me adhuru dikon përveç Allahut, edhe unë kisha me qenë për të humbrëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kundërshtoi, ju tha atyre: "Vetëm thoni një herë la ilaha illallah. Unë ku me qenë për juve dëshmitar nesër në ditën e kiametit. Mos u adhuroni këto puta. Adhuroni Allahun, krijuesin e gjithësisë." 360 puta rreth Qabës. Statuja. Adhuronin statujat, bënin tavaf lakuriç, prenin baktit e tyre, duke afru me gjakën e tyre të ato puta. Pejgamberi i thoshte, i thuan të atyre: "Qulu la ilaha illallah tuflihu", thoni la ilaha illallah, keni me shpëtu. Pastaj ju tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në ajetin 57: "Qul inni ala bayyinatin min rabbi, qul inni ala bayyinatin min rabbi, wa kadhabtum bih, ma indi ma tastajilun bihi, inna al-hukmu illa lillah, yakhtassu al-haqqa wa huwa khairul fasilin." Thot mua ajo çfarë më ka shpall, është e qartë. Ju po pritni dënimin. Ju po doni dënim nga unë, po kjo është në kompetencat e Allahut subhanahu wa taala. Allahut i takon gjykimi. Edhe Allahu subhanahu wa taala është gjykatësi më i mirë. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, pas shumë argumentimeve, megjithatë që u përmendën, Allahu subhanahu wa taala tani fol për veten e vet. Allahu azza wa jall në këtë sure fol për veten e vet, se kush është Allahu subhanahu wa taala, duke drejtu mushrikinëve, duke drejtu atyre njerëzve të cilët më thënë e shohin veten që ata ndoshta janë shpiks, ata ndoshta janë të mëdhenj, ata ndoshta janë domethënë që e meritojnë adhurimin. Allahu subhanahu wa taala fol për veten e vet dhe atij takon sundimi dhe atij takon gjykimi. Thot Allahu subhanahu wa taala në ajetin 59: "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fi as-samawati wa ya'lamu ma fi al-barri wal-bahri, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fi al-barri wal-bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Thot Allahu subhanahu wa taala gjithë qelsat e fsheftësive i di vetëm ai. Ai din çka kanë tokë dhe në qiell, çka ka mbrena, çka ka jashtë. Allahu azza wa jalla din që kur bie një flet për një lisit ka ra dikun, në këtë gjithësi Allahu e din ku ka ra. Allahu e din çka ka në det dhe jashtë detit. Kush i di këto?
i di vetëm Allahu sa ai ka kriju. Allahu xhelle xhelalu i di zemrat tona. Çfarë mendojmë? Çfarë shikojmë? Allahu azza wa jalla i di vdekjen tonë. Kur kemi me vdek? Allahu e din. Subhanahu wa ta'ala, çdo gjë që na ndoshta e mshefim për tjerëve duke menduar se Allahu nuk e din, Allahu xhelle xhelalu e din. Nëse ikish për vdekjes mendon se vdekja nuk nxen, futesh me një kodër që është e fortifikuar, mendon që aty vdekja nuk nxen, aty vdekja të nxen. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, Allahu është sundues mbi robërit e vet. Kur i thot me laçeve me një shpirtin, me laçet nuk e refuzojnë urdhin e Allahut, e çojnë në vend urdhin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allahu xhelle xhelalu të nderuar vëllezër pas këtyre shumë ajeteve kuranore, përderisa foli edhe për veten e vet që është sundues, është sepse kudreti fuqia takon Allahut, edhe shumë ajete të cilat përmendëm në këtë sure për Allahun xhelle shanu xhelle xhelaluhu, edhe shumë argumente që u argumentua Allahu subhanahu wa taala për t'ja u prish besimin e mushrikinëve, ata megjithatë nuk po doin me besu. Pastaj Allahu subhanahu wa taala, sikur që thamë edhe në fillim të fjalimit, tregon tregimin e Ibrahimit alayhis salam. Tregon edhe tregimin e Ibrahimit alayhis salam për t'i treguar Muhamedit alayhis salam që ta kanë parasysh se populli i Ibrahimit nuk e besuan Ibrahimin alayhis salam. Por i gjeti ajo çfarë i gjeti. I gjeti çfarë i gjeti derisa Ibrahimin alayhis salam e futën në zjarm për shkak që i kundërshtonte ata. E kallën një zjarm shumë të madhe. Kush e ka kriju zjarmin? Kush e ka krijuar honën, diellin, të ftoftin, xhenetin, xhehenemin? Allahu subhanahu wa taala ju thoshte Ibrahimi, edhe babës vet, edhe popullit vet, adhuroni vetëm Allahun, mos e adhuroni këto puta, se këto putat nuk sin as dëm as dobi. Ata e ndezën një zjarm shumë të madhe. Në këtë sure përmendet dhe e futën për ta dënuar Ibrahimin alayhis salam, por Allah intervenoi për robën e vet. Tha ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, o zjarr boj i ftoftë dhe shpëtum, dhe shpëtues për Ibrahimin. E shpëtoi Allah subhanahu wa taala. Po megjithatë, këtë mucize që ia sjellli Allah subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam, ata e pan para syve tyre, megjithatë nuk e besuan, vazhduan të adhuronin dikë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Në këtë sure Allahu xhelle xhelalu e ka zbrit. Sure e madhe, surja e tauhidit, shumë me rëndësi, sure shumë me rëndësi që çdo musliman, çdo politeist, çdo jo musliman duhet ta lexojë me kuptu se kjo gjithësi në të cilën apo jetojmë takon Allahut, adhurimi takon Allahut dhe kështu të me radhë. Pasi Allahu subhanahu wa taala në surën 152 nga surja Al-An'am, në ajetet e fundit nga kjo sure, Allahu subhanahu wa taala parashtron 10 porosi. I bjen 10 porosi, ashtu sikur që këto 10 porosi janë edhe në librat, domethënë para Muhamedit alayhi salatu wassalam. Allahu xhelle xhelalu thot Muhamedit alayhi salam, o Muhammed, thuj mushrikinëve, thuj paganëve, 10 porosi i keni nga unë, duhet mi çon vend ato. E para është qalu ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Ju tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, e jani t'ju tregoj se çfarë ndaloi Allahu juve. E para, alla tushriku billah, mos i bëni shirk Allahut. E dyta, o bil walidain ihsana, silluni mirë ndaj prindërve. E treta, wala taqtulu awladakum min imlaq, mos i mbytni fëmijët e juaj duke u friksuar rrezikut. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, Allahu ju e prisk. Wala e katrata, wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, mos i afroni të këqijave, dytave, ato që janë domethënë haptas edhe msheftas. Keni kujdes, Allahu i shikon çka po bëni. Largoni të këqijave, largoni sherrit, mos bëni dyrsira. Wala taqtulu an-nafsa allati, e pesta, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, mos ja merrni tjetër përveç nëse kërkon drejtësia. Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashudda, mos ja merrni mallin, trashëgimin e jetimit deri sa të rritet mbrin në moshën e pjekurisë, atëria dërzoni me dëshmitar. Wa ufu al-kayla wal mizana bil qist, dhe kryeni me drejtësi matjen dhe peshimin.
wala tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah nuk e ngarkon robin e vet as sa mundet ai vet me mbajt. Edhe nonta, idha qultum fa'dilu walau kana ala dhal qurba. Edhe kur ju thuhet juve boni të drejt, qoftë edhe kundër familjes juaj. Wa bi ahdillahi awfu. Edhe premtimet që i keni marrë Allahut subhanahu wa taala çonin vend. Idha kuntum dhalikum wassakum bi la'allakum tadhakkarun. To janë porosi, nëse i praktikoni, i çonin vend, do të shpëtoni. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra dhe të respektuar, këshilloj veten edhe juve, lexoni këtë sure, meditoni ajetet e kësaj sure, pastroni zemrat e juaja me këtë sure, boni zemrat e juaja vetëm për Allahun subhanahu wa taala, drejtoni vetëm atij. Nëse Allahu ta ka mbyll një derë, drejtoje që Allahu subhanahu wa taala t'i çelë edhe shumë dyrë tjera. Mos ju shpresat nga Allahu. Mos ju për ul dikujt tjetër, që është krijesë që Allahu ka kriju se është i dopt, për ul ju me ruku, me sejdë vetëm Allahut. Kërko shërim, shefat, ndihmë vetëm nga Allahu subhanahu wa taala, përderisa kjo sure ka zbritur për një herë natën, me shumë melaçe. Pejgamberi alayhi wasallam ka zbritur natën për arsye se natën çdo sen qetësohet. Atëherë lexo edhe ti këtë sure bashkë me mua në një pjesë natës e veçanërisht këtë muaj dhe meditoj këto ajetet kuranore prej fillim deri në fund. Sinqerisht kimë kuptue madhështinë, kimë kuptue se kush është Allahu subhanahu wa taala në këtë sure. Unë u mundova pas sa pata mundësi që së bashku me ju të jetojmë në hijen e kësaj sure. Lutim Allahun subhanahu wa taala ibadetet tona, lutjet tona, xherimin tona, Allahu ta ketë pranuar ya rabbel alamin. Nëse dikun kam gabu, ka qenë prej mos përgatitjes sime, nëse aty ku e kam qellu ka qenë nga Allahu subhanahu wa taala, ju lem të gjithëve në rahmetin dhe mëshirën e Allahut azza wa jall, xherim të pranuar, lutje, ibadete të pranuara. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.